Profeti Harun alayhi selam, simboli besnikërisë. Vitet e herta të Egjiptit kishin mbetur në anën tjetër të detit të Kuq. Në jetën e profetit Musa, vëllait të tij Harun dhe të gjithë bijve të Izraelit, po niste një periudhë e re. Mirë bijtë e Izraelit, me në krye profetin Musa dhe vllain e tij Harunin, udhtonin në shkretëtirën Sina. Synimi i tyre ishte toka e shenjtë, pra Palestina, Siria dhe Jordania e sotme. Kjo tokë ishte e shenjtë sepse ishin vendet ku kishin lindur dhe ishin rritur profet dhe ku ata u kishin përcjell njerëzve mesazhin hynor. Profeti Nuh alayhis salam kishte jetuar aty, po ashtu dhe profetët Hud, Salih, Shuaib, Jusuf e shumë të tjerë, aty e kishin atë dheun. Edhe babai i gjithë izraelitëve, profeti Jakub, në Palestinë kishte varrin. Profeti Musa alayhis salam po i udhëhiqte ata drejt tokës së shenjtë. Rëra që u ishte ngjitur në këmbë ndërsa kalonin detin e Kuq, ishte ende e largët. Duke udhëtuar takuan një fis që adhuronin idhujt. Menjëherë vrapuante Musai dhe i thanë: "O Musa, na bëj dhe ne një idhull siç e kanë këta." Musa u zemrua. Gjithë ato mrekulli, gjithë ato mirësi dhe prap virusi materializmit dhe idhujtarisë nuk ishte shkulur nga zemrat e tyre. Jo më larg se dje, ai kishte ndarë detin më dysh para syve të tyre. Profeti i lartë ju përgjigj: "Vërtet që ju nuk hiqni dorë nga ignoranca. Veprat e atyre njerëzve janë të gabuara, i çojnë ata në shkatërim. Po si arrini të kërkoni një perëndi tjetër veç Zotit? Sa shpejt harruat që ai ju bëri më të nderuarit e njerëzve. Ai ju shpëtoi nga mizoria e faraonit." Fjalët e Musait alayhis salam i kishin goditur rënd. Egjiptianët ishin idhujtar dhe bijtë e Izraelit ishin ndikuar shumë prej tyre dhe ende nuk e kishin formuar besimin e tyre në Zot. Shkretëtira Sina nuk po i vinte fundi. Asnjë shenjete nuk dallohej atje, as ujë, as bim, as gjallëri. Izraelitët e etur vrapuan sërish tek shpëtimtari i tyre. Atëherë Zoti e mësoi Musain që të shkonte pranë një shkëmbje dhe ta godiste atë me shkopin e tij. Profeti Musa në krye dhe mira vet nga pas, po shkonin të dëshmonin dhe një mrekulli tjetër. Shkopi ishte aty, para syve të gjithëve. Musa alayhis salam e ngriti atë dhe i ra shkëmbit. Menjëherë nga shkëmbi shpërthyen 12 burime ujë ngjyrë argjendi që rridhnin e gurgullonin gjithë freski. Izraelitët ishin 12 familje të mëdha, ndaj secilës ju dha nga një burim. Zoti vazhdonte t'i furnizonte pa ndërprerje izraelitët. Në mes të shkretëtirës zbriti një lloj ëmbëlsirën e forcës që ata të ushqeheshin më së miri. Pas pak kohë mbi shkretëtirë nisën të dukeshin tufa me thellëza. Izraelitët i gjuanin ato dhe i përdornin për ushqim. Të ushqimet mrekullueshme që u dërgoheshin atyre nga bota e mistershme ishin vërtet të bollshme dhe të shijshme. Por një ditë ata shkuan sërish te Musai: "O Musa, ne u mërzitëm tashmë vetëm me këto ushqime. Lutu Zotit të na dërgojë thjerza dhe qep." Musa u çudit. Zoti u dërgonte atyre ushqime xheneti, ata donin qep dhe thjerza. Siç duket, ushqimet që kishin ngrënë gjatë periudhës së robërisë ju vinin më të shijshme nga ato që siguronte Musa alayhis salam. Ai u zemrua sërish. Zoti ju dërgon gjëra të mrekullueshme e ju prap nuk kënaqeni. Ktheuni atëherë në Egjipt, ndoshta atje i gjeni ata që kërkoni. Kaluan muaj të tërë. Më në fund ishin afruar goxha tokës së shenjtë, që larg dukej qyteti i Jeruzalemit, që aso kohë sundohej nga amelikat. Ata ishin një popull idhujtar që nuk do ta dorëzonin qytetin pa luftë. Musa alayhis salam doli para popullit të vetë dhe u mbajti një fjalim: "O populli im, kujtojini mirësitë e pafund që ju ka dhënë Zoti. Ishit sklever të robëruar dhe ai ju shpëtoi nga mizoria. Ju bëri më të lartët e njerëzve. Zgjodhi profetët prej jush e ju tregoi rrugën e drejtë. Ju dha pasuri që nuk ja ka dhënë askujt para jush. Ja, tani, u e keni dhe qytetin e shenjtë. Hyni." Asnjë zë nuk doli prej gjithë atij populli. Nuk donin të luftonin, kishin frikë të vdisnin. Pak rëndësi kishte për ta si jetonin, si sklever apo si zotrin. E rëndësishme ishte të jetonin. Edhe pse ishin të shumtë në numër, nuk e kishin kundërshtuar as pak faraonin. Më mirë pranonin të jetonin në mjerim e robërisë se sa të luftonin. "O Musa, në ato qytet ka njerëz të fortë të bëshëm. Pa dalë ata vetë nga qyteti, ne nuk hym atje, ne nuk do luftojmë." Haruni dhe disa besimtarë të tjerë dolën para me guxim. "Jemi më të shumtë në numër. Mjafton të hymë nga dera e qytetit dhe fitoria është e jona. Mjafton që të kemi besim. Ne nuk do shkojmë asgjë kundi, Musa," u përgjigjen me inat.
Po deshe, ike lufto vet, bashkë me Zotin tënd. Ne do ulemi këtu pa luajtur nga vendi. Musa alayhis salam e pushtoi një mërzi e thellë, ndihej i turpëruar para Zotit. Ishte i zimruar keq me popullin e vet. O Zoti im, nisi të lutej. Jam i vetëm me vllajin tim Harunin. O Zot, më ndaj mua nga të kthyerit prej rruge. Pas kësaj Zoti, për 40 vjet ja ndaloi izraelitët të hynin në Jeruzalem. Për 40 vjet do të bënin një jetë internimi në përshkret të tirë. Ky ishte ndëshkimi i Zotit për ta. Gjithë ato mirësitë të tjera nuk ua kishin hapur syt, po ky ndëshkim apo do i sillte në rrugë. Rruga i kishte sjellë pranë malit Tur. Zoti urdhëroi Musain të ngjitej në mal, do i shpallte Teuratin, thiri të vllajin Harunin dhe i tha: Ti do të marrësh vendin tim. Duhet të jesh i durueshëm dhe paqësor me ta, por në asnjë mënyrë mos ju bind të pabesve. Musa alayhis salam u nis për në mal. Ju kujtuan ata që kishte marrë shpalljen e parë. Ishte pikërisht i njëjti vend. Musa i ndeni në mal për 40 ditë. Aty u zbrit Teurati me 10 urdhrat e tij. Në këto urdhra Zoti u thoshte që ta adhuronin vetëm atë, të mos betoheshin mbi gënjeshtër, të respektonin prindrit, të mos vrisnin njerëzit e pafajshëm, të mos bënin imoralitete, mos të vjedhnin, të mos bënin dëshmi të rreme dhe të mos u vinin syrin grave dhe mallrave të tjetrit. Musa alayhis salam kishte shkuar në mal me ndjesi të papërshkrueshme. Për 40 ditë me radhë kishte agjëruar, ishte falur e kishte folur me Zotin. Gjithçka kishte qenë mrekullueshme. Por kur u kthye, ato që dëgjoi ja prishin qefin. Zoti e kishte lajmëruar se populli i tij kishte nisur të adhuronte një idhull që e kishin bërë vet. Izraelitët ishin shumë të dhënë pas arit. Kur kishin ikur nga Egjipti, të pasurit e tyre nuk kishin lënë pa marrë dhe arin me vete. Haruni ua kishte ndaluar ta preknin duke u thënë se nuk ishte i tyre dhe e kishte groposur në një vend të fshehtë. Mes izraelitëve ndodhi edhe një burr hipokrit, që hiqej si besimtar me emrin Samir. Njëkohësisht, ky ishte një ar punues shumë i Zotit, që mund t'i jepte arit formën që donte. Këtë art e kishte mësuar që në Egjipt. Ai kërkonte me çdo kusht rrugën për të marrë vendin e Musait. Kishte përgjuar vendin ku Haruni kishte fshehur arin dhe duke përfituar nga mungesa e Musait, e kishte nxjerrë qandej dhe kishte punuar një idhull që i ngjante idhullit Apis, që adhuronin egjiptianët. Në mes të tij kishte bërë një vërim të fshehtë, ndaj kur frynte erë, duke sikur ai ulrinte. Samiri, pasi e vendosi idhullin në formë viçi mbi një maj të lartë, thiri gjithë izraelitët dhe ua tregoi. "Çfarë është ky Samir?" e pyetën. "Ja, kjo është perëndia juaj dhe e Musait," u përgjigj ai. "Mirë, po, Musai, a nuk shkoi në malin Tur për të takuar me Zotin e vet?" Jo, Musai harroi. Zoti i tij i vërtet është ky." Nisi të frynte erë sepse posaçërisht ai kishte gjetur një maj ku frynte. Nga statuja u dëgjoi një zë si ulërim. Kaq mjaftoi dhe izraelitët u përkulen me njëherë para saj. Ata këtë prisnin, edhe nga Musai kishin kërkuar të bënte një idhull. Haruni ndodhej aty, kur pas e populli i tij nisi ta adhuronte statujën e viçit u hodh me njëherë. "Prisni," u thiri. "Kjo është një hile. Samiri po ju mashtron. Zoti juaj është Allahu, po besoni, nuk është kjo statujë." Por as e dëgjuan. Shumë prej tyre nisën të adhuronin statujën, ta nderonin dhe ta respektonin me përulje. Madje disa prej tyre e sulmuan Harunin dhe deshën ta vrisnin. Për të mos i ndezur gjakrat më keq, Haruni vendosi të priste kthimin e Musait. 40 ditë kaluan. Kur doli Musa alayhis salam para njerëzve me tabelat e Teuratit në dorë, asnjëri nuk mori guximin të fliste. Profeti i madh ishte nxehur, kurse ata rinin të gjithë kokulur. Fjalët e Musait e prishën heshtjen. "Kjo që keni bërë pas largimit tim është diçka shumë e shëmtuar." Asnjë nuk foli. Të gjithë dridheshin para zemrimit dhe rëndesës së Musait. Ai shkoi pranë Harunit, e kapi fort nga jaka dhe shkundi. "Pse nuk i pengove kur i pe se po shkoni në rrugë të gabuar? Pse nuk ju binte urdhrit tim? O biri si me mëje, mos më të riq, as nga jaka, as nga mjekra. Nuk kam fajun. Gjithë sa mund e bëra. Pata frikë pastaj se, mos më thoje, i coptove ti izraelitët. Pastaj ju duka i dobët, deshën të më vrisni. Të lutemi vlla, mos më turpro para armiqve tanë, se nuk kam faj," ju përgjigj Haruni. Musa ju kthye turmës. "O populli im, pse nuk e mbajtët fjalën që më thatë? Apo doni që t'ju vinë dëshkimi i Zotit? Të gjithë ata që kanë adhuruar viçin do të dënohen, gjithë jetën do e çojnë në mjerim." Të gjithë e kishin kuptuar gabimin e tyre. Pas gjithë këtyre mirësive dhe bujarive të Zotit, ishte vërtet e tmerrshme të adhuronin statujën e një viçi. Musa ju kthye Samirit.
Zhduku një herë mirë që këtej. Pas kësaj, dënimi yt do të jetë që çdo njeriu që sheh do i thuash: "Ruaju, mos më prek. Shikoj idhullin që ke bërë për t'u adhuruar. Do e djeg, do e bëj hi dhe hirin do e hedh në det." Pas pak kohësh, gjithë trupi i Samirit të mbush me plagë të tmerrshme. Të gjithë largoheshin prej tij të tmerruar, edhe ai vetë nuk dilte dot mes njerëzve sepse pak ta preknin, plagët i dhimbnin e i digjnin tmerrsisht. Prandaj të riste me frikë: "Mos më prekni, ju lutem, mos më prekni." Musa i dogji statujën para syve të gjithëve derisa mbeti veç hiri, edhe atë e hodhi në det. Pastaj doli para popullit të vetë dhe përsëriti ato fjalë që secili profeti ka thënë: "Zoti juaj është Allahu, nuk ka zot tjetër veç Tij, dituria e Tij ka përfshirë gjithçka." Musa a.s. u shpjegoi izraelitëve gabimin që kishin bërë duke adhuruar një idhull dhe i tha të pendoheshin. Zemrimi i Musait ishte i fashitur. Mori tabelat e Teuratit dhe nisi t'u lexonte izraelitëve. Por ata vërtet që nuk dinin të zinin mend, i thanë Musait se urdhrat e Zotit ishin shumë të rënda për ta. I mërzitur Musai e la fatin e tyre në dorë të Zotit. Pas kësaj zbriti ëngjëlli Xhebrail, me krahët e tij e ngriti gjithë malin tur dhe e solli mbi izraelitët. Mali gjigant do binte mbi kokën e tyre dhe do i shkatërronte. Të tmerruar, as ata vetë nuk e kuptuan ç'po i gjente. Të gjithë dridheshin prej frikës. Kur fundi i malit u preku kokën, të gjithë u përkulën. Me një sy shihnin të tmerruar malin që po u vinte mbi kokë. Nga ana tjetër pendoheshin dhe kërkonin falje dhe mëshirë. Atëherë Musa a.s. ndërhyri dhe ju lutë Zotit t'i mëshironte. Zoti e pranoi lutjen e tij dhe Xhibraili e ktheu malin sërish në vend. Musa a.s. mblodhi izraelitët dhe u tha të zgjidhnin një grup prej 70 vetash prej tyre. Bashkë me ta do të shkonte në malin tur dhe do i lutej Zotit për falje dhe mëshirë. Më në fund arritën në mal. Musa i mbështolli një re dhe në maj të malit nisi të fliste me Zotin. 17 vete kishin parë mrekullin me sy, por ja që nuk zinin mend. "O Musa," i thanë, "ne nuk do të të besojmë ty pa e parë Zotin me sytë tanë." Aq më tepër që këta ishin më të sinqertët, më besimtarët, më të zgjedhurit e izraelitëve. Pas pak mali nisi të dridhej. Një tërmet i tmerrshëm shkundi gjithçka. Një zhurmë pa imagjinueshme drodhi botën. 70 vetë dhanë shpirt aty me njëherë. Musa i që kishte parë gjithçka u përkul me njëherë. "O Zoti im, fuqia jote është e mjaftueshme të na shkatërrojë të gjithëve me njëherë. O Zot, mos na shkatërro për fajt të disa ignorantëve të pabesë që kemi mes nesh. Na fal, na mëshiro. Oqeani yt i faljes është pafund." Zoti e pranoi sërish lutjen e Musait dhe i ngjalli sërish të 70 të vdekurit. Kur u kthye sërish te populli i tyre, ata u treguan gjithçka që kishin përjetuar. Një ditë Musa a.s. tha: "O Zoti im, shoh një popull në Teurat që urdhërojnë të mirën e ndalojnë të keqen. O Zot, bëj ata të jenë populli im. Ai është populli Muhamedit a.s. ju përgjigji gjithë pushtetshmi." Në Teurat, Zoti e kishte lajmëruar të fundmin e profetëve Muhamedin a.s. Por dietarët e brinj të mëvonshëm i fshin ose i ndryshuan ato ajete. Një ditë profeti ynë Muhamedi a.s. ishte ulur dhe po bisedonte me miqtë e vet. Kur e pyetën për Musain, ai u tha kështu: "Zoti është përbleft Musait. Ai hoqi shumë prej njerëzve të tij, por bëri durim. Haruni a.s. ndërroi jetë pa kohë para Musait. Ai ishte simboli besnikërisë, besës dhe përkushtimit tek Zoti." Profeti Muhamedi a.s. nuk e arriti triumfin e Jeruzalemit, por për 40 vjet që jetoi në shkretë të tir, rriti një brez të ri nga izraelitët. Kur u afruan të dy erë të qytetit me një ushtri të forte të vendosur, ai ishte moshuar goxha, por ishte i bindur se Jeruzalemi do fitohej. Gjithë jetën kishte vuajtur e ishte mundur. Kishte jetuar me ëndrrën e atij qytetit të shenjtë, dhe ja, triumfi ishte pak hapa më tej. Por për Musain kishte ardhur ora e largimit. Zoti do t'ia tregonte atij triumfin nga ana tjetër. Kur i erdhën ditët e fundit, Musa i hapi duart dhe u lut: "O Zoti im, bëj që të vdes pranë këtij qyteti të shenjtë." Dëshira e tij e fundit ishte të varrosej pranë tokës që kishte ndërruar gjithmonë. Me një qetësi të thellë, priti vdekjen, mbylli syt i lumtur, se e kishte përmbushur më së miri misionin e tij.